Ju thatë se nuk e keni pa vrasjen? Jo, as unë as fëmija. As ju, as fëmija? Jo. A keni pa Liridonën e vrarë të rinjë? Jo. Liridonën e kom pa vetëm të nesër me një mërkë. Po, a i tha Liridonës nga vetura? Po, i kom thonë suedisht. I ke thonë suedisht? Po, vrapa pas me i kom thonë. Seanca vazhdon me paraqitjen e mbrojtjes me marrjen në pyetje të akuzuarit Naim Murseli, ndërsa nga salla largohen të akuzuarit Granit Plava dhe Kushtrim Kokalla. Po, i akuzuari Naim, sot seanca do të vazhdoj me marrjen në pyetje, respektivisht paraqitjen e mbrojtjes suaj, trupi gjykues sot e ka radhën që u parashtroj pyetje. Jo, s'ka. Avokat, a keni rimarrje? Mirë. Nga rimarrjen pyetje dhe njëherë mbrojtësi të akuzuarit Naim Murseli. E keni shkruar dhe seancën e kaluar, mirë? Po, është edhe në seancën e kaluar, po edhe njëherë ja dha shpëtim posim. Që ta shpëtit, veç. I akuzuari Naim, ju keni thënë se natën kritike ju dhe familja juaj, bashortja dhe fëmijët që ndodheshin në vetur, keni qenë pre i grabitjes. A është kjo e vërtet? Po. Mirë. Grabitje në kërcënimin e armës. Grabitje në kërcënimin e armës. Atë natë, e dini nëse bashortja juaj ka pas gjësende me vlerë me vete? Jo. Nuk ka pas gjësende me vlerë? Jo. Mirë. Përveç kuletës, Përveç kuletës parat. Atëherë, gjykata do t'ju ballafaqoj me një foto të viktimës, e cila natën kritike dëshmon se çka ka pas, po, me vete. Të lutem e paraqit në ekran këtë, në rregull. E paraqet në ekran një foto të viktimës, e cila natën kritike shije se çfarë ka pas me vete. Edhe pak syl, nëse mundesh, po, edhe pak. Mirë. E sheni, këto, kjo fotografi është marrë nga, po mendoj nga kur ju ka bo autopsia dhe është paraqit kjo pamje se çka viktima ka pas me vete në të dy duart. Si që sheni në këtë fotografi, Liridona në dorën e saj të majt ka pas 2 bilyzyk të arit dhe një unaz të arit, ndërsa në dorën e djathtë ka pas një bilyzyk të arit. Për më tepër, këto stoli cilat i ka pas bashortja juaj, janë të gjitha stoli të arit, janë paraqitur këto në foto, pasi janë largu me rastin e realizimit të autopsisë nga mjekësia ligjore.
A keni ndaj përgjigje lidhur me këtë, me qenë se ju deklaruat se nuk... A mja të foto? Me qenë se deklaruat se ju nuk ka pas asgjë me vlerë natën kritike, a ki përgjigje lidhur me këtë? Me fotot që i pam, që dëshmon se Liridona natën kritike ka pas stoli të arit, ka pas gjësende me vlerë, dhe nëse ka qenë pre i grabitjes, pse nuk jonë marë këto stoli për çudi? Unë këtë pyetje ma ka bëu edhe prokurori, kur kom qenë në prokurori, dhe ju përgjigjem edhe juve. Në momentin e grabitjes, të vetëm gjë që ka kërku, ka qenë telefonat dhe parat. Nuk ka kërku gjë tjetër. Nuk ka kërku gjësende të tjera. Dhe kur kom ikun nga vetura me fëmit, unë nuk e kom dit a ka mora i diçka prej dora, apo stoli të arit. Nuk e keni dit. Sepse nuk e kom pa ngjarjen. Ja akuzuari nejn, a mundesh me i thonë gjykatës, fëmit, ku kanë qenë të ullur në vetur natën kritike? A kanë qenë dytë afër njëri tjetrit, apo sepse vetura jo? Po, njëre ka qenë ullë mbrapa meje, tjetëre mbrapa Liridonës. Tjetëri mbrapa Liridonës. Mirë. Por nuk kanë qenë të lidhur, me sa më kujtot. Nuk kanë qenë të lidhur. Nga cila derë kanë dalë fëmit, kanë dalë nga dera e njëjtë, apo nga dy të ndryshme? Jo, nga dera e njëjtë. Nga dera e njëjtë kanë dalë? Po. Mirë. Kryetaria e trupit gjykues e ballafaqon me një foto të vendit të veturës, ku kanë qenë fëmijët e ulur, shfaqen në ekran. I akuzuari nejmë, si që shihni ju në foto, në mes fëmijëve ka qenë elshuar ajo pjesa ndarëse, aty është lodra me ngjyrë të verdhë e fëmijëve. Edhe ju po thoni që fëmijët kanë dalë nga e njëjta derë. Po shi që hapësira ka qenë shumë e vogël, lodra ka mbetë po aty ku është, si ka mundësi me ndodhë kjo, fëmija dalin për të njëjtën derë, lodra nuk lëviz, mbetët aty, edhe pse po shihet në foto se ajo hapësira shumë e vogël për me kalu edhe fëmija tjetër, e lodra me mbetë po aty ku është vendosur nga fëmijë sigurisht. Nuk e di gjyqtare, unë po të regoj që shka ndodhë. Jo, nuk keni djeni se si ka ndodhë. Aty ishte edhe një telefon nëse e vutre. Po. Blerta, vetëm një minut trupi gjykues ka nevoj për një konsult shkurtër? Mund është më ullë. Trupi gjykues kthehet në sallë dhe vazhdon marrja në pyetje e të akuzuarit Naim Murseli. I akuzuari Naim, në mbrojtjen e juaj të paraqitur në këtë gjykat, keni deklaruar se ju me të akuzuarin Granit Plova spontanisht e keni bler armën, revolën, dhe çmimin e keni paguar, asaj revolë e keni paguar jo. Po. A është kjo vërtet? Po. Kjo është e vërtet. Nëse mund të edhe një herë me i tregu gjykatës, pse ju e pagujtë të çmimin e një revole me cilën e ka marrë Graniti, nëse ki një përgjigje? Po sepse ai tha që e shet dy fish të nesërmen. Kjo ishte arsyeja. Mirë. Cili ka qenë përfitimi juaj nëse Graniti e kish shit dy fish ato? Hiq asnjë përfitim, vetëm minimum. Vetëm minimum? Po. E pse ta ndihmoni Granitin? Po, sepse ishte bashkëshortari jam e shok i kushtrimit. Vetëm kaq. A keni ditë ju gjendjen ekonomike të Granitit?
Jo, jo. Nuk e keni ditë gjendjen ekonomike të granitit. Jo, Po atëherë, pse pagut jo për atë revole për granitin, për të akuzuarin granit? sepse ai nuk kishte parë me veti, më tha. Ja, akuzuarin e më. A e dini që ma atë revole është vrau bashortja juaj? Po. A e dini si ka ardhur deri tek ajo revole policia, nëse e dini, veç ma se e ke kuptuar. Kush e qoj të ajo revole policia, si erdhi deri tek ajo revole? Unë në këtë akuzë kom lexuar që Graniti e ka fshehë diku në shtëpi, në barr apo diku. Dhe aty ai ka tregu. Sipas aktë akuzës. Sipas aktë akuzës, ju e keni kuptuar se Graniti e ka fshehë atë Në si ushqim të kafshëve, në ushqim të kohë. diçka kështu. E akuzuarin e më, notën kritike, ju keni qenë në restorantin Etnokuqa për dorë me familje. A është kështu? Po. Sa kohë keni qëndruar në atë restorant? Nuk më kujtohet sakt, por jo më shumë se një orë. Jo më shumë se një orë. Nuk besoj. A keni ngrënë dorë në atë restorant? A keni porosi? Po. A dini çka keni hongër atë natë? Po, ushqim tradicional. Keni ngrënë ushqim tradicional. Ajo është vonuar porosia juaj apo? Jo, si zakonisht. Na kemi qenë, siç kom tregu, edhe një javë më herët në atë restorant, bashkë me prindërit e Liridonës. Edhe prap atë natë ishim në të njëjtin restorant, në të njëjtin porosi, nuk e di që është vanu diçka. Nuk e dini që është vënuar diçka. Dhe ju thoni se e gjithë porosia, ngrënia e darkës, ju ka marrë kohë për më pak se një orë, apo? Besoj që ashtu. Po, a e dini në cilën pjesë të restorantit keni qenë ullur? Po, Po, në cilën pjesë? në anën e djathtë, në fund, Në anën e djathtë në fund, prej hyrjes. prej hyrjes. Po. Keni qenë në Dhe ishte Liridona që donte të më ul aty. gjatë saj kohë. Sa keni ngrënë ushqim, mas e keni përfundu ushqimin, a keni pas nevojë ta shfrytëzoni tualetin ju apo fëmijët apo bashortja juaj? Po, me sa më kujtohet, edhe djali vogël, Liridona ka shku me to, Ju, po edhe unë njëherë me sa më kujtohet. edhe ju me sa ju kujtohet. Po. A ju kujtohet në cilën pjesë, me qenë se veç pas ka qenë hera dytë brenda javës, Po. në cilën pjesë të restorantit ka qenë tualeti? Nuk e di si me spjegu, po është dosht me hecë me kalu hyrjen. A ka qenë në anën e kundërt? Po, ku në anën ju- kundërt, po. Ka qenë në anën e kundërt Po, edhe si fell, diqysh. i akuzuarin e im? Po. Kur ju keni shku në toalet? A keni pa njerëz, a ka pas njerëz të tjerë ullur në tavolina? Po, sigurisht. Ka pas. Po nga ta njerëz, a ka rastis të t'ju kënë rënë në sy ndonjë fytyre njohur? Jo, Nuk ju ka rënë. jo. Nuk e keni pas granitin, që nga kamerat në Etnokuq, shihet që edhe graniti ka qenë aty pak tavolina më tutje, Në asë një moment nuk e kom pa granitin. nuk e keni parë në asnjë moment granitin. Kemi parë provat materiale, një foto ku ju mbani dorën në fytyrë, a e din çka pse konkretisht e ke mbajt ashtu, atë kujtohet? Jo, nuk më kujtohet. Nuk të kujtohet. A mund t'i tregoni gjykatës pse pas vrasjes së Liridonës, në natën kritike, ju mbetët në Prishtinë, në Hotel Space Diamond, ndërsa fëmijët Po. ju vranon atë natë dhe i latë t'jenë largë prej juve. Po. Cila ka qenë arsyeja? Kur dolim nga fillimisht ishim në stacion policisë, dhe kur dolim... Vetëm pak, po. Dhe në stacion ishte edhe gruaja e Leonardit, qika hollës tem, Genita, e cila më tha që ajo merte me fëmijë, derisa u kry krejt marrja në pyetje. Dhe kur dola prej stacionit policisë, ata thanë që na i morëm fëmijët, sepse mu më tha policia me qëndru në Prishtinë, sepse tha mujna me të thirë prapë. Sepse ne mundemi me të thirë prapë. Po.
Kjo ishte arsyeja pse qëndrova në Prishtinë. Po fëmijët, a ishin dakord me shku me familjar më të larë si dojt, përderisa ju ishit aty pranë tyre, o pajtun fëmijët? Po. O pajtun fëmijët me shku Po, me dojt? Po, se ata jenë mësu me genitën. Ajo është kujdes për ta disa herë. Nuk ishte problem. Po ju, a i thatë polici se nuk mundeni milion fëmijë në vetë, sepse janë shumë të vegjël edhe nëse ju duhet, në Kosovë, me Prishtinë, Gjakov, për shka do... Ajo besed për fëmijë u boj jashtë stacionet policisë, nuk ka pas të bëj policia. Ju a i keni thonë policisë që nuk do 1 milion fëmijë në vetë, ju po kërkoni me qëndruun gjatë natës në Prishtinë, ndërsa kemi 2 fëmijë të vegjël që sa po ju ka vrarë nona, edhe ata sigurisht që kanë qenë të traumatizuar si fëmijë. Nuk e kanë pa fëmija vrasjen, as unë nuk e kom pa. Por unë nuk e kom di që dojt i morin fëmijët, nuk kom mendu që i marrë me vete fëmijët. Në Prishtinë, do më thomë që qëndroj me fëmijë. Unë nuk e kom ditur që kur dolem jashtë, dojt e tyre i marrin fëmijët. I lëpën fëmijët. Unë kom mendu që fëmija qëndrojnë me mua, dhe kjo ka ndodhur pasi kanë dalë nga dhoma ku më kanë thonë... Nga objekti. Po, pasi ke dalë për objektit stacionit policor. Pasi kanë dalë prej objektit të stacionit policor. Ju thatë se nuk e keni pa vrasjen. Jo, as unë as fëmija. As ju, as fëmija. Në deklaratat e mahershme ju keni thonë që me vetur të policisë keni shku tek vetura tek vendin ngjarjes. Po nuk më kalon me dalë policia. Keni shku deri tek vendin ngjarjes dhe thoni dhe a keni pa liridonën e vrarë trinj? Jo. Liridonën e kom pa vetëm të nesër me një mërkë. Vendin ngjarjes. A keni pa liridonën të vrarë në vetur? Jo. A keni diskutu, a keni komuniku diçka me atë grabicin që ju e quani grabitës, a keni ndru fjallë? A keni ndru fjallë me grabicin? Vetëm telefonin kër ma ka kërku. Nuk, vetëm telefonin. Kër kom qitë për mi tavan. Po. Vetëm telefonin ju ka kërku grabici? Jo, fillimisht paret, po kur... Fillimisht ju ka kërku paret, po, këtë senet thatë qëtë një. Këtë senet thatë qëtë një. Edhe unë i thash liridonës jepje këtë qka ki. Mirë. Për pare kisha fjallën. Për pare kishi fjallën. Ju në mbrojtjen e juaj të dhe në këtë gjykat, keni deklaru se, keni mendu se grabici do të marrë veturën e juj. Për ato edhe ke dalë për veturës, edhe ja ke lëshu vendin. A është kështu? Po, e kom lonë edhe qelësin në vetur. E ke lonë edhe qelësin në vetur. Po, a i tha liridonës nga vetura? Po, i kom thonë suedisht. I ke thonë suedisht? Vra po pas me i kom thonë. Grabici shkoj drejt e tek dritarja pasagjerit, ashtu thatë, keni thonë, apo? Po, të dera pasagjerit. Të dera pasagjerit. Po. A ka provu me dalë të kjo, se zakonisht grabica dalin ka shoferi, se shoferi ka pak... Jo. Nuk ka provu me dalë të mirë. A keni pas mundësi me lëviz veturën, me qenë se keni thonë që grabici ju ka dalë pa pritmas, ju keni qenë me vetur, edhe a i ka qenë koma, po? Po, në mes rrugës. Në mes rrugës. Po. A keni pas hapësirë në njërën apo anën tjetër të i kaloni? Hapësirë, kom pas me të i kalu, me shkel ato, kom pas po në atë moment liridona ka bërtit nalo, edhe unë e kom nërë veturën. Keni pas hapësirë të anashkaloni grabicin, po liridona ka thonë me undalë. Po edhe në më thonë moment shok aty nuk. Ka qenë moment shoku dhe nuk e di. Nuk keni di si të veprane. Ajo tha nalo në nala. Vendimi gabum, por kështu ndodhë. Nuk më ditë si me vepru ndryshë. Sa metra largë e kënë dëgju krisma? Sa metra? Po. Po, unë e kom qenë diku 20-30 metra largë kër ka krismas. Po, kur ka kërsitar? Besoj, 20-30 metra. Po, gjatë asaj kohë, sa i keni marrë, ke qenë duke ikë me fëmin. A ke këthy ndë njëherë kokën pas me pa ashtë liridona? Jo. Nuk e keni këthy kokën pas me pa ashtë liridona, duke ju ndjekë. Dhe kur kemi dëgju krismën, kemi vazhdu me ngajtë. Edhe kur e keni vazhdu? Po, sepse unë mendova... Nuk e ke këthy kokën fare? Jo, sepse mendova që është në drejtim tonë ka gjunë.
Ne ju keni deklaruar që tani të pandehurin tjetër Granit Kokalla, Plava, e keni marrë dhe e keni dërgu deri tek shtëpia juaj për t'ja treguar, ashtë e saktë? Jo deri te shtëpia, po afër. Afër shtëpisë. A mund është me na tregu sa afër? Jo, ka qenë dikun 500 metra ndoshta, po u shik e lagja prej vendit ku ja tregova. Rreth 500 metra Po. larg pasi që u shik e lagja. Po, edhe thash këtu jetoj. Për afërsisht prej vendit ku ka dal grabice, Po. deri tek shtëpia juaj, sa i ka larg? 700 metra ndoshta. 700 metra. A është zonë e banueshme? Aty ku ka ndodhur ngjarja? Ku e keni dërguar, ku jeni ndalë për t'ja treguar lagjen tani të pandehurit Granit? Po, janë disa shtëpia. Disa shtëpi. Po. Në natën kritike, ju së bashku me Granitin keni udhëtu në rrugën për në Prishtinë, ashtë e saktë? Po. Ky planifikim i udhëtimit, a ishte i paracaktuar? Jo, apo spontan? ndodhi krejt spontane, se Liridona më thirrin telefon dhe kjo ishte arsyeja pse u ktheva në Prishtinë. Deri në cilën pjesë të rrugës ke qenë në një uri që është duke orë mbrapa teje Granite? Deri te shtëpinë ku ja tregova. Deri në shtëpinë kur ja tregova. Po gjatë rrugës më ka thonë Më ka thirrë dhe po qatë ka po edhe më ka thonë mos vëzit atë shpejt se s'po muj me në zonë. Se tha, tregoj që policia ja ka marrë patentën shoferin dhe kishte frikë që mos e nalin. Dhe ka ardhur mbrapa meje. Dëshirën për t'ja treguar lagjen dhe shtëpinë. Kur e keni diskutuar me Granitin apo e ke vendosur që t'ja tregash? Jo, se kemi diskutuar asnjëherë. Thjesht t'ja tregova sepse A të kujtohet ku ka pas me shku Graniti atë ditë, me qenë se nuk ka qenë e paracaktuar me ja tregu shtëpinë? po, se unë i thash a ki ku flen. Ishë më së gëtë. Po, më fal. I thash a ki ku rrin sonte dhe më tha po, tha ku më shku tha të një shok. Këto biseda Po. që ka thirrë në telefonat, ka thonë mos u ngut me vozi. Po. Se dhe pjesën e bisedës se ka me shku të një shok, Po. a janë bërë fizikisht apo nëpërmjet telefonit? E para me telefon, e dyta fizikisht. Në cilin aks rrugor ka ndodhur biseda e dytë që ka ndodhur fizikisht? Ajo afër shtëpisë, Afër shtëpisë. kur ja tregova shtëpinë. Ajo pjesë e rrugës ku jeni ndalë për t'ja treguar shtëpinë, a ka ndryshim? Po, me sa më kujtohet. Sa takime paraprake i keni pas me Granit Plavën deri tek takime për t'ja treguar shtëpinë? Po, me ndonë kështu në total, Total, sa erini taku me Granitin deri në dy herë kom taku. 2 herë. Ato 2 hera të takimet, a keni qeni shoqëruar nga dikush? Po, nga kushtrim Kokalla. Nga kushtrim Kokalla. Në këto 2 takime, a përfshihet edhe takimi i blerjes së armës? Jo, 3 me ato. 3 me ato. Po 2 para asoj dite për flas. Nëse i mendojmë në radhitje takimet, Po. cilit takim ka qenë i blerjes së armës? I pari, i dyti fundit. apo i treti? I treti. Pas këtij takimi ka ndodhur edhe ngjarja, apo? Po. Disa orë më vonë. A bët ndonjë bisedë se po ja dhuron atë armë, me qenë se si kishte parat, apo zhvilluat ndonjë bisedë se me qenë se nuk i ke parat, Po. se po ja dhuron,
apo se po ja paguan dhe i njëjti t'ju kthej ato para. Përgjigja juaj? Po, kur na tregoi ajo ormen, shitsi, dhe na caktoi çmimin, unë e pyeta apo ju pëlqen, granitën e pyeta apo i pëlqen orma. Dhe ai tha po, tha nesër tha këto është tha 2 fish. Edhe aty u morëm vesh që unë ta paguaj. Vish vazhdojnë që përgjigjet minë. Që kjo morët vesh, a morët vesh me a ble në formë dhurate, Jo, a morët vesh me t'i kthy me kthy pjesën tem edhe ai me moj tjerat. U morën vesh që njëjtit ma kthej pjesën time të parave. Me atë qëllim u ble. Zbritja juaj nga vetura, Kur? a është e kërkesë e grabicët, Aha. apo dollët jo vetë? Jo, dola vet. Ne, Po, atë kujtohet se në cilin pozicion ka qenë grabice kur ju keni dollë nga vetura. ka qenë te dera ku ka qenë ullur Liridona. Me qenë se deklaruat se keni qenë në gjendje shoku. Po. Dhe keni vendos me dollë nga vetura, mi marë fëmijet dhe me ikë. Po. A mundesh me na tregu me qenë se grabici pas ka qenë në anën e veturës ku ka qenë ullur Liridona dhe nuk keni pas pengesë në rrugë, cila ka qenë arsyeja që nuk keni nisur vrollshëm me veturë me qëllim që të largoni nga i vend. Nuk mu ka kujtu në atë moment. Liridona tha ku... Vish më sigur. Po, Nuk mu ka kujtu në atë moment, Liridona tha, qka tha o Liridona? ku hojni, nuk e di shka kështu. Tha nalo. Edhe kjo ishte edhe arsyeja pse tani u nala. Nëse të kujtohet, pri takime të zhvillura me granitën, pa përfshirë rrugtimin për në Prishtinë, Po. në total sa kanë zgjatër. Ne, total. Po. Takimi i parë sa, i dyti, i tretë, për avërcesht këto 3 takime sa keni qëndru Sa bashkë. kanë zgjatur në total? Po, 3 takimet mirë. Në rregull është. 4 orë. Rreth 4 orë. Total. Rreth 4 orë. Ose 3,5, është 3,5, 4 orë. Do me thonë ju keni vendosur që ta shoqëroni një person me të cilin keni kaluar rreth 4 orë për në Prishtinë dhe keni vendosur spontanesht që ti besoni dhe ti tregoni se ku jetoni. Po, Faleminderit na janë për përgjigjet, të nuk Faleminderit kam gjyqtar. pyetje tjera. Faleminderit gjyqtari Gen. Radhën tani është e anëtari i trupit gjykus, gjyqtarit Alban Ajvazi që të parashtroj pyetje të akuzuarit. Po, gjyqtari Alban. Diçka do sqarime pak në kanë metë, po më intereson. Sa det para ngjarjes e ke ble ormen e granitit. E ke pagu. a ditë ka ndodhë. Ditën ku ka ndodhur Ditën kritike. ngjarja, e ke ble ormen. Disa orë më herët. Ne, Po. ti në dytën e kryetarës trupit gjykus deklaru që kur jeni dalë për veturës, Po, nuk jeni kthy fare kokën mbrapa me kështu për Liridonën. jo. Ndërsa në pyetjet e mbrojtjes me Zavosha, shërtimin e kaluar keni deklaruar që kom kthy kokën dhe Liridonën se kom pa. Po, kur Po veç të tregon atë cila është e vërtetë. Se kem 2 deklarime të juve, Po. ta dim të është cila Kur ka ndodhë krisma nuk e kom kthy kokën mrapa, kom vazhdu me vrapu, dhe momentin kur ka ardhur vetura, thaj, Po. Nuk e kam kry kokën, me shiku. deklarimi që ke dhënë pasi që kom dëgju krisme, po, pas disa sekondave kom kthy kokën prapa me këshyra Liridona. Pasi që ka ndodhur krisme. Shërtimin e kaluar. po, pasi që ka ndodhë krisma.
Ndërsa sa deklarova që se ke kthy kokën, është për në interesan cila është. Mund të është përgjigjet sa më të shkurta, parasysh se që 3 seanca ke në deklarim, kështu që e sa ti ma ke kthy kokën ose ke kthy? Nuk më kujtohet sakt. Cila. Po e di që e kom kthy kryt kur ka ardhur vetura. Nuk më kujtohet sakt, cila është a kom kthy kokën e ju. Ne, po më interesant është lidhur me veturën që ka marrë në rent graniti apo kushtrimi. Cila ka marrë në kushtrime zgavusha? Ka marrë në rent. Graniti, okay. Që të veturë, a ke poti? Kur e ka marrë me qërase, kur një taku rrugës dikon? Jo, a i ka thonë që është vetura e ti. Pa ke po veturën, të si veturë? Po. A ja ofrua për veturë? Ja, jo. E që a ke po qëfar morë ke veturës, qëfar ngjyre është, ato e ke po. Qëfar tabela, të regjistrimit ko? Ako 01, 07, 0... Se kom numen. Nuk e dhe. Oke, veç si veturë ke di qëfar ngjyre. Ta është po më intereson, po e ti qëfar veturë është. Po më intereson notën kritike. Ti ke deklaru pasi që ke dëgju krismën, 1 ose 2 krisma, si e sigurt, ka orë një vetur vrodhshëm. Në drejtim tonin. Në drejtim tonin. Po më intereson, a ke po qëfar veturë këmë? Në momentin kritik ka një vetur vrodhshëm, dhe ka dosh mjë rrugë dhe një lagujo. Ta është po më intereson, a kene po qëfar veturë ka qene? Jo, vetëm që e kom po që veturë e zezë. Se ke di qëfar veturë? Se kom minu qërë gëllë, bile. Ke minu qërë gëllë. Pse, a dukshmëria ka qenë, a ka mujtë më po? A jo, s'ke mujtë më po? Nuk e kom njofë, do më thonë veturën. Edhe më ndo këtë ka pas dritat e gata, lëshut, me sa më kujtohet. S'ke mujtë me po ti mrena veturë kur gjë? Jo. E kom po persone me maskum. Në sekund, qësh për mujtë mësë me po veturën, me po mrena personin e maskum në ato 100 sekunde, qësh për deklarantit që ka ndohë? Shkom ishë përgjigje. Se jam të shkom mënyrë që mësë me përgjigje. A ke në përgjigje? Unë e thash, unë e kom po një veturë të zezë. Po të deklaruve që shumë shpejt ka ndodhe ja, por me veturë. A mund në spjegu që shmujte me poti në ato një krismë, një person e lom veturë. Një grabitje po ndodhë, po largohesh ti, edhe po kujtohesh me këshyrë, a ka mos, s'ka mos, po në të regonë që shmujte me po. Jo, e moj men, si frëfësi... Po që shmujte me po, që të sekuencat shpejt. Nuk e di që shmujta, po që ashtu e kom po. Nuk e di si kom ujtë me po, por e kom po që... Ta e më kujtohet. Por më kujtohet se veturën ka qenë duke e vëzitur një person i maskuar. Ne, të është më interesante ku ka ndonë ngjarja. Ka dalë një person me mosk, e keni dalë veturën, i keni ngritë durë të shumë është okej. Ka dalë ka pjesa pasagjerit, mund të shumë interesant. Përveç teje, si i rritur, a ka posta persona tjera të? Ku? Në vend ngjarjes, në veturë. Unë e lirdona dhe fëmija. Ku kështë jetës ka qenë? Jo. A ka pasur persona tjerë madhur të rritur, po? Në vendngjarje. Pasi që si pas Në vendngjarje. raportit mjekoligjor, gjithashtu edhe nga... Jo të ringë, përgjigja, është një herë mande e vazhdo me përgjigja thotë jo. Vetëm on dhe fëmijë. Si shkojmë shpejt të gana. Pas raportit mjekësor, si edhe fotodokumentacionit, shifet se Ndjera Liridona plumbin e ka pjesën e djathtë kokës. Ndërsa në andën e majtë, të dorës e majtë i ka disa shenja. Shtrëngimi, më zga posha. Po, thotë... Në andën e Disa majtë, shenja. të shtrëngimit. Të shtrëngimit. Mund në spjegojsh që shka mund të mi more e këto lëndime nëse personi që ka grabit ka qenë andën e djathtë dhe Liridona nuk ka dorë fore për veturës. Nuk e di. Vetëm pak, ta shkojmë pyetjen, këto lëndime, kur personi cili e ka grabit ka qenë në anën në krahun e djathtë të Liridonës, ndërsa lëndimet Liridona i ka në krahun e majtë. A mund të nuk ka avokat, ju keni të drejtë... Dhe sharimi të pyetën. Në trupin gjykus nuk lejohet interferim. Mund të bëni ankesë, po interferim nuk lejohet.
A ki përgjigje? A ki përgjigje? Unë do më thonë, këto kemi sqaruar edhe me ekspertë mjeku ligjor. Ti vishti a ki përgjigje? Jo, unë nuk kam përgjigje. Në rregull është, s'është. Tash më tregon. Personi që ka ardhur me maskë, me ugrabi, sipas juve. A ka çfarë fjalë ka thënë? A ka fol diçka? Po. Paret, telefonat, kështu diçka. Paret, telefonat. Të më dhëtë në bas të falmet. A ke mujt me identifiku se me qëtë person ke nejtë ma herë? Jo, se aje zonën e ndryshoj. Nuk o mujt me identifiku. Se që këj person, ose përshkrimi trupit, që shka qeni gjatë, i shkurt. A më në shmedit, qëfar përshkrim trupit ka pas? Jo. A ka qeni gjatë, i shkurta, i pjota? Ka qeni i gjatë. Ma herët. I gjatë, i dopt. Me dzeza, vesh. Njesh me dzeza. Pyetja thot, a ke mujta njosh në bazë të konstruktit të trupit, trupor? Thot, jo, thot, ka qenë i gjatë me rroba të zeza. Tash, kalëm për vendin ngjarjes, po na interesant është shitoria ku keni shku. Keni shku në një shtëpi, okej, është okej. Po na interesant kur keni shku te shitoria. Marketi. Cila është arsye pse ju s'keni mujt me fol me policinë me thirr vet? Po. Mirë po, keni mujt me thirr dëshmitarin Valan Luka, edhe me bisedë, me shkru disa herë, me thirr disa herë, edhe me bisedu me ta. Sepse ajo ka. Veç ti moment, të gozat të pyetje. Se është pak qartë për neve si gjykat, nëse ti nuk mundesh me fol me policinë, që shpëthir një person X që s'ka lidhje me vendin e ngjarjes, edhe me të shpjegu çka ka ndodhur. Për neve është e pak. Po, sepse unë deri te marketi, domethënë isha me 2 fëmijë. Dhe isha i lodhur të ngajt me fëmijë. Edhe me sa më kujtohet njëri në kom pasur në krah. Dhe arsyeja ka qenë se nuk me sa më kujtohet njërin prej fëmijëve. Isha të morë frymë, isha komplet i shukum. Me Valonin pse? Po me Valonin ka ndodhur diku pas 30 minuta ajo bisedë me Valonin. Pasi që u qetësum. Ando pas 30 minuta. Po më intereson, sa herë ke thirr Valonin, edhe cila është arsye se dëshmitari i marketit ka qenë këtu, sa më kujtohet ka thonë që kur ke biseduar me Valonin ke dalë jashtë marketit. Kam dalë jashtë emrenda. Jashtë tash. Cila është arsyeja nështë pse keni biseduar me Valonin jashtë marketit? Milion fëmin, që është një situatë shumë e rëndë, që për në pengojnë që të hyre dalet dhe të policor, veç i lutëm të hyre dalen sa nuk ka nevojë, se për në pengojnë në neve. Edhe gazetarët të me di që Jo, mrenda jashtë s'ka. Në rregull. Së në pengojnë neve, që më në pyetje. Cila ke pyetje? Sa herë e ke thirr Valonin dhe cila është arsyeja që ke biseduar me Valonin jashtë marketit, ndërsa fëmijët kanë mbetur brenda dhe kur di që ka qenë një situatë jashtëzakonisht shumë e rëndë. Për fëmijë. Po me Valonin kom fol ti. Cila është përgjigjja juaj? Me Valonin kom bisedu pasi që u qetësum pak. Unë e fëmija. Pasi që qetësum pak. E pse i dole jashtë marketit? Nuk më kujtohet pse kom dalë jashtë marketit. Tash interesant, numri telefonin ty të kanë morë. Çfarë të shkapin përgjigje? Telefonin ty të kanë morë. Çfarë numri thirrë Valonin? Në numrin e tij. Ku a dita përmend? E dita përmend, sepse e ka të lehtë numrin. Vetëm atë numër më kujtoj, vetëm ai numër më kujtoj kë. 500-600. Për atë arsye. Edhe i the Valonit më orë stacion policor. Jo, nuk i thash, jo. Vetë erdhaj. Jo, po vetë ka orë, nuk e di. Tash po më intereson mua. Arsyeja pse o the kushtrimi? Kushtrimi. Kush e ka thirrë kushtrimi më orë stacion policor? Kushtrimi ka ardhur, nuk e di a kanë ardhur bashkë me familjen e Lirdons apo si kanë ardhur, po unë kur kom dalë prej stacionit policisë e kom pa babën e kushtrimin. Babën do thotë ti nuk e ke ftu, nuk e ke ftu. Jo. Kushtrimin që mos të janë policor. Jo. Jo, veç kur kom dalë kom pa aty. Tash po më intereson. Cila është arsyeja që ti prap me kushtrimin me shkuën s'fes diamant me në dhomë? Është pa kuptueshme me lën fëmin me shku të dojt, një situatë grabitje shumë e tmerrshme, edhe me shku në Swiss Diamant, edhe me fjet me një dhomë në Swiss Diamant. Po,
Fëmijët, Edhe përsa mos gabosha ka orë pagesën sipas të ndëngjëzimeve ka bo graniti apo diçka orën e granitit. gabim je. Graniti s'ka bo pagesat. Çka ka orë granitin? S'ka orë Ka fare. koni foto? Nuk thot kërkon. Po, O kon granitin s'fis jaman. Kushtrimi, jo graniti. Jo, kushtrimi në rregull, kushtrimi. Për kushtrimin e kushtrimin të pagjish. se jo, se për na pështillën me me. Për kushtrimin. Kushtrimi s'ka bo kur fare pagesën në hotel. Dhomën e ka rezervu Valoni. Valoni kon drejtor, Valoni ka rezervu dhomën. Valuni. Po më intereson nes tret keni shku në Mart. Po. Me kon ke shkuti. Me Leonardin dhe me dojën e vet. Para se me shku me Leonardin, a ke qenë herë ti me dikon? Jo, kur. Asnjëherë. E me granitin, a je taku që të shkue? Jo, Asnjëherë. jo. Ne, tërveç po më intereson edhe të sharusem, ke deklaru që policia, në momenti që të ka ndalë, ka bu presion edhe dhunë fizike, mos gabosha këto. Po. Edhe për këtë arsye s'kem mbet pranë deklaratës që ka dhënë policia. Mu po më intereson se është një praktik, një protokoll që zhvillohet për gjithë, se veç për juve. Momentin ndalimin qendrën e paraburgimit thirrët ndihma shpejt, në kontroll mjekësore. Ato ka botë e kontroll mjekësore. Jo. Edhe kom kërku me ma thirë ambasade, nuk e kanë thirë. Në rregull, tashti tu ka mohu një drejt qendrën e paraburgimit. Tu ka mohu një drejt kanë ardhur mjekët edhe ambasada. Ke përdos forcë dhunë psiqike dhe fizike për janë zyrtarë policor. O mojta një sound të gjyqtari për zus paraproken këto në gjykat besoj. Edhe njëra ndër pyetjeve ligjore që është a ki nevojë për trajtim mjekësor, apo ka nevojë më njoftu anëtarët e familjes. A ke dhënë ndonjë vërejtje lidhë me këtë? Nuk më kujtohet që jam pyet. Ajo është obligim ligjor, nuk është. Nuk më kujtohet. Është edhe profesor Boli, besoj që është në shkollën bionës ju, që është edhe avokatin besoj që ke pasur që a keni dhënë vërejtjen e lidhur me këto shqetësime? Nuk më kujtohet, nuk më kujtohet. Duhet më kon proces verbal për ndryshe. Në proces verbal nuk kanë që të thash. Nuk më kujtohet. Çi ke dhënë? Jo. Gjithmonë po throsin para se me shkull qendrën para burgimit. Fazat fillestare të procedurës. Na nuk po flasim tani më vonë. Për breket por ato është çështje në rregull, se edhe në burg ka trajtimi, por për na intereson veç fazave fillestare. A ka ndodhur këtu shqetësimet e ju ku ke pas mundësi? Po. Edhe qendra para burgimit, edhe te gjyqtari për zyrtar para prokë, janë mundësi që na kem shumë këtu që throsëm mendimin e shpejtë edhe krejt. Nuk më kujtohet. A bën me shtu diçka? Po më që drejt e jote është me shtu. Sa i përket shkuarjes në Morg. Po? Mu kanë, si që deni, mu kanë konfisku 1.350 euro. Dhe ajo është, unë në total... 1.350 euro. 1.350 euro. Po, ajo është të saktë. Janë sekuestru 6 monedha nga 200 euro dhe 3 monedha nga 50 euro. Janë këto në shkresat lanës. Vetëm deshta me sqaru se nga kanë ardhur ato. Ato kanë qenë Valoni mi ka dhënë 2.000 euro. Dhe pas morgut kemi shku ato afër ku po bëjshin ato përgatitjet që duhet më ble sanake këto sana. Edhe nga ato 2.000 euro ku më bo pagesën aty edhe tjerat kanë betë që ato 1.350 euro. Vetëm si sqarim. Dhe pjesa që më është sekuestruar ka qenë kusuri nga ato 2.000 euro që më kanë betë. Ne, përveç që po kalojmë të kjo pjesa e restorantit në Graçanicë. Etnokuqa. Nuk është më rëndësi emni. Për interesën e dim që është një hapësirë jo e madhe atë. Vish të shpjegoj, është një hapësirë jo e madhe. Gjithashtu në bazë videogjizimeve, si cilat janë administru shërtimi qësur, shivet si pas juve vjen kushtrimi dhe ullet një pjesë jo shumë lartë. Graniti. Pse graniti. Vje kes për emna se vjen graniti dhe ullet një pjesë shumë ofër prej pjesën atë së është. Jo gjithashtu kalon e pjesën atë për me shkun toalet. Se janë një gjizime. Edhe bëne me pjesë me dorë. është pak qartë, nëse kini familjar që të ofër, e mos për po. Nuk ka qenë familjar. Graniti shaka, kush është? Edhe a ditë keni taku? Ku a ditë keni taku, ja ke ble orme? Po nuk e kom pa unë në restorant asë njëherë.
Kjo është e vërteta. Po është në distancë shumë e vogël, Nuk është, ju po e bëni restoranin si me konë. Se cilën e kam ka një herë. Na e dim atë restorant. Po, nuk është edhe shumë i vogël, por sidoqoftë, jo. Pjesa e mbrëmshme është e vogël, nëse dole për ballkonat që është i tjetër, pjesa e mbrëmshme. Edhe pjesa ku ul kushtrim, ky graniti, mbas kamerave shihet që pjesa e toaletit është shumë afër, ku keni kaluar. Në rregull. Unë sidoqoftë unë nuk e kam pas asnjëherë. Kjo është e vërteta. Asnjëherë. Cila është arsyeja që bën me gjeste? Ajo nuk ka lidhje kur gjon me granitin, ajo akum kru hunën, në çka ko bone nuk e di. Se shikimin gjithmonë e ki pjesën ka është ul graniti. Po unë me pas po granitin unë isha shku kisha fol me to. Po çfarë do të pyetëm na, ke po atë shikimin e ki gjithmonë ka pjesën ku ul graniti. E keni gjeste që bën me dur, po nuk i flet. A është varet si e interpreton atë gjest. Unë ai gjest nuk ka qenë i drejtuar ndaj granitit. Në veç po të pyesëm. Graniti deklarove kushtrimi ka qenë herë shpia jute. Po. Kushtrimi ka qenë një herë. Jo, 2 herë. Edhe ka ditë rrugën se ka shkohet e shpia jute. Nuk e di rrugën, ka ditë se ai me taksi ka ardhë. Kur ka ardhë, po, e ka ditë ku jetoj, po. Si emër, lagje. Po më interesan, momenti ku ka ndodhur grabitja, a i ke pas një antar familjes në Kosovë, këtë ju konë... Këtë në Sudi. Asë një familjar si ke pas në? Jo. Kosovë? Jo. Kjo ka qenë edhe arsye pse kom thirë valonin që me më njoftu familjen. A më nëshme nga të regu, a i keni shpalos diçka nga jeta juaj personale, gjatë këtyre 3 takimeve, granitit, ekskluzivisht në aspektin financiar. Jo. Edhe si pasoj apo kërkese kujt, apo si ka ndodhë takimi i parë me granitin, mes te granitit. Ka qenë këtë rastësor. Vishë më suket, sa, duhet më shkru. Ka qenë një takim rastësor, ku ne kom taku kushtrimin dhe ai ka qenë me to. Nuk e kom njoft. Takimi i dytë, a ka qenë planifikum apo rastësor? Takimi i dytë ka qenë planifikum me kushtrimin. Qysh ndodhe pastaj ardha e granitit? Nuk e di. Vishë më fashë në asaj përgjigje të ringë. Ata kanë qellu bashk, kur e kom thiru në kushtrimin, dhe kanë ardhë bashk. E i trete? Vishë më fashë në asaj përgjigje. I trete është, ka ndodhë kushtrimi, ka bisedu me granitë dhe më ka thonë, tako me granitë dhe më prit një, dhe sa ta ndaj që kjerë. Granite edhe kushtrimi, që fa raporte kam pas? Shoqërora. Raportet e tyre kanë qenë shoqërora, kanë qenë të shpeshta me qenë se te ke pas kushtrimin shak. A e din a e taku shumë? Ju nuk e di, se unë s'kom jetu në aty, po e di se shok kanë qenë. A i një shok të kushtrimet të tjerët? Jo. Për është granitit as një shok tjetër? Jo, veçëm familjarët përbashkë, që e kemë. Akuzuarin e a keni diçka tjetër me deklaru në mbrojtjen tuaj, për cilën gjykata nuk ju ka pyet e askush tjetër nga të palët që kanë pas drejt të parashtrojnë pyetje, po që është e rëndësishme për mbrojtjen e juaj. A ki diçka me shtu? Jo, në vetëm ju siguroj që edhe një herë do të thot në momentin e ngjarjes, unë edhe fëmia nuk kemi qenë në vetur, nuk e kemi parë ngjarjen, dhe si është shkaktuar ai lëndim, a është shkaktuar 1 orë përpara, 3 orë përpara, a në momentin e vrasjes unë nuk e di, sepse nuk e kom pa. Për cilin lëndim po flisni? Ato në Lirdones, nonën e majtë. A ki diçka tjetër me shtu? Në rregull, mundesh në mua. Po, sesioni paraditës përfundon në ora 19:33 dhe i njëjti do të vazhdoj në 13:15 pasdite.